Në Dugagjini Center u hap qendra e zhvillimit Agim Lluka, një hapësirë që vazhdon misionin e Zotrit Lluka si figurë e shquar e që lidhet drejt për drejt me librin dhe arsimit në Kosovë. Kjo qendër është menduar si një pikë ku bashkohen dijet, idetë dhe zhvillimi profesional. E përshtatshme për konferenca, trajnime dhe evente korporative me kapacitet deri në 250 persona dhe me teknologji moderne nga sistemi i zërit deri te kabinat për përkthim. Brenda kësaj hapësire do të gjeni edhe një kënd muzeal si kujtesë e rrugtimit dhe ndikimit të Zotrit Agim Lluka ndër vite. Faleminderit shumë që keni ardhur këtu me qenë dëshmitar të një eventi kaq të rëndësishëm si për neve, si shtëpi botuese Dugagjini, po edhe për gjithë komunitetin, nuk po flas vetëm për komunitetin edukativ. Kjo qendër e zhvillimit në emër të Agim Llukës, themeluesit të shtëpisë botuese Dugagjini, është një nderim për gjithë kontributin e tij në këtë fushë, po gjithashtu edhe një vazhdimsi e vizionit të tij, të cilin e ka ndërtuar me vite dhe të cilën ne tash si gjeneratë e re po e trashëgojmë që ta vazhdojmë atë mision edhe ta bëjmë me përgjegjësi dhe me përkushtim maksimal. Brenda kësaj qendre jeton dhe vepron një histori shumë e gjatë përkushtimi. Është një hapësirë e cila është lidhet patjetër me shtëpinë botuese Dugagjini, e cila për vite me radhë, me dekada, ka sjell jo vetëm libra shkollor, por botime për fëmijë, letërsi artistike, duke ushqyer kështu shpirtin edhe mendjen e brezave të tërë në vendin tonë e përtej kësaj. Ndryshimi krijohet me besim, me vizion, në dije dhe ndryshimi i vërtet është kur kjo dije shndrohet në identitet. Vërtet do të them se vizioni i Agim Llukës dhe i gjithë familjes Lluka që ka kontribuar është i tillë që është mishëruar dhe kemi sot një vizion të tillë që e ka bërë Dugagjini një emër kaq të madh të ketë dhe identitetin e vet. Të nderuar kolegë, bashkëpunëtorë dhe miq, sot shënojmë hapjen e qendrës së zhvillimit Agim Lluka. E konceptuar si një hapësirë multifunksionale, kjo qendër do të shërbejë për trajnime, konferenca, evente dhe projekte profesionale, duke u bërë një pikë takimi për ide, bashkëpunim dhe avancim për individ, organizata dhe biznese të ndryshme.